ti po e përjeton çdo gjë. Ti je ty përjetu dhimbje të popullit. Prandaj unë si kërkon. Kjo është spulla jote. Kjo është diagnoza jote. Dhe një herë ne shkuam me magjistër Hamdi Thaqin te Mulla Jakupi. Mulla Jakupi kishte qenë shumë smut, ka qenë viteve të fundit ka qenë shumë smut. I ankohet Mulla Jakupi Hamdi Thaqit i thotë, profesor, thotë, si është e mundën kjo? Gjitha analizat që i bëjt, gjitha dalin mirë. Po unë nuk jam mirë. Na tregoj që në familjar. Ai nuk mund të më quh kur vjen për angazhime auditore, rrin rrath. E mbyll derën thotë mos më çoni edhe ku me ditë kush marr le tregoj në rast. Do të thonë përmend një njerëz shumë të madh që edhe ai nëse vjen thuni s'muna më quh. Mirë po prapë që i kjaj kur vishën shoqëria, prapë që i kjaj, edhe prapë me i busjeshëm që i kjaj, se natyra e ti, dashuria e ti për tjerë, cilësitë e ti që mi prit musafir të mirë, ishin ato që ato nuk e lejshin me nej shrit as rat. Për kundra që çdo kush kishte me nej të rat, edhe kur nuk është shumë smut, kështu ne kishim mbyll derën, ai edhe kur ishte rat për toke, prapë që i kjaj. Edhe ai kërkonte diagnozën, çka komune. Po qa ka diagnozë një njeri i cili e ka dertën e dynjas, i cili e ka dertën e shqiptarve, i cili e ka dertën e rinis, i cili e ka dertën e shoqërisë që po degradohet, që ka marrë një kohje jo të mirë, që udhëhecat e tyre nuk e orientojnë ka duhet. Ai luftoi me ato, se ai nuk mund të sigurisht as gjum s'ka bë, ty u mundu me këto derte. Hamdi Thaqi ka qenë njeri mençëm, i tha, hoxha, mos i kërkam mo, diagnozën kërka, mos shkam me bo analiza, thot, pse? Thot, dietarët i hajnë nervat e tyre. Dhe me thonë, ti jetë ty vujt me nervat tu, ti po e përjeton çdo gjë, ti jetë ty përjetu dhimbje të popullit, prandaj unë si kërkam, kjo është spulla jote, kjo është diagnoza jote.